kishte një rast, kam përmend para 3 javë në hutbe, një djalë që bën vetvrasje. I është gjetur një letër në xhepin e tij. Dhe në atë letër shkronte djali, pasi që ka bërë aktin, shkronte: nëse do të takoja nga shtëpia ime deri tek ura ku e ka bërë aktin e vetvrasjes një person në rrugë i cili do më buzëqish, do të hiq dorë nga qëndrimi i vetvrasjes. Prandaj këshilloj veten dhe të gjithë ata që na ndjekin, në vend të zullumit, në vend të padrejtësisë, në vend të urrëties, në vend të thashëthemeve, në vend të paragjykimeve, në vend të fjalëve pas shpine, të mundohemi që t'i zaventësojmë të gjitha këto me dashuri, me buzëqeshje në fytyrën e vllaut dhe të motrës. Të mundohemi që fjalët e egra dhe të ashpra që mund t'ju drejtojmë njerëzve t'i zaventësojmë me fjalë të buta. Të mundohemi në maksimum që të ngjallim pozitivitet tek njerëzit dhe të punojmë në atë çfarë tha i dërguari i Zotit, nga veprat më të dashura tek Allahu është mbjellja e qetësisë në zemrat e njerëzve të cilat janë të lënduara për Zotin e Madh. Është rregull i Zotit në dunjë, që nuk ka njeri që nuk është i sprovuar. Dil në qytet, shihi njerëz sa të kesh mundësi në numër, të betohem në Zot, duke u bazuar në atë çfarë Allahu na e bën me dije. E çdo njeri është duke zhvilluar një luftë. Çdo njeri është duke luftuar në formën e tij me një problem që ja ka rënduar shpirtin. Dhe çdo njeri ka nevojë për një krap përgdhelës, për një fjalë të ëmbël, për një mesazh ngushëllues. Andaj, në vend se me veprat e tua të arrish hidhrimin e Zotit dhe të mbarosh nesër në zjarr të xhehenemit, e kemi mundësinë sa jemi në dunjë. Kur ngritesh mëngjes hin në kafe, personi që e shen në kafe, në qoftë se ai është i mërzitur, nuk qenë në si, kush e di çfarë natë ka kaluar, mundo t'ja thosh një fjalë të ëmbël. Buzëqeshja në fytyrën e vllaut u cilësua nga i dërguari i Zotit si sadaka, lëmosh. I jep lëmosh sa të mundesh nëpërmjet buzëqeshjes. Nga se një buzëqeshje mund të jetë arsye për të ndryshuar konceptin e të menduarit tek njerëzit. Ariana, njerëzit janë të lodhur. Informacionet e shumta që marrin nëpërmjet rrjeteve sociale e rëndojnë çdo njeri, na rëndojnë edhe neve. Dhe ne kemi shumë nevojë për fjalë të ëmbla, fjalë të bukura, kemi shumë nevojë për njerëz të besueshëm. Të jemi unë, ti dhe të gjithë ata që na ndjekin, ata të besueshmit, që do të bëhemi arsye që njerëzit ta duan jetën, që do të bëhemi arsye që njerëzit të kenë vetbesim në veten e tyre, që të bëhemi arsye që njerëzit të jenë më të rehatshëm në shpirtin dhe në zemrën e tyre. Në këtë mënyrë Allah ka për të na zbukuruar neve jetën. Në këtë mënyrë Allah ka për të na siguruar me dal faqebar nga kjo dunjë. Dhe në këtë mënyrë ne do të jemi në xhenetin e Zotit. Allah t'jë na bashkoft të gjithëve.